po themu tani që s'ka Shqipëria, ka njerëz të ndershëm Shqipëria, intelektual, me inteligjencë, por kur hesht inteligjenca, budallai gjen terren. Po. Për kë ke? Dhe tani budallai ka gjetë terren. Për kë ke? Po inteligencë shqiptare. Jo, për cilin budallai ke që ka gjetë terren? Mos u merr me atë punë. Okej. Mesazhi kaloi kam përshtypjen, ë? Kaloi mesazhi. Kaloi mesazhi çdo kush e merr formën e vet se inteligenca. Pastaj themi kush e ka fajin, jo e ka fajin vet, do të reagojmë. Dhe unë kam marrë përsipër këtu, se unë nuk kam mirë këtë lojë për të bërë para. Bravo. E di edhe. As për të bërë politik të bëj karrierë, unë kam mbyll gjërat. Madje që të futemi në temë tani, ky është momenti mi shpërndajeni se ky është lajm i kopshëm ngjarja pra, që të futemi direkt në temë që ky Zoti Tasim Mehmeti, Emin Mehmeti, nuk është futur për të bërë karrierë dhe për të bërë politik. Madje ai sot ka vendosur që t'japi dorëheqjes në postin e presidentit të Republikës së Çamërisë. Po, pse? Po, dhe kam caktuar si kandidatura, umlodhëm ne dhe këshilltarët, kam 11 këshilltarë, umlodhëm dhe caktuam kandidatura Eleni Koçakin. Dhe kjo, si ka kjo, jarova emrin tani. Kjo Çamja. Nëse. Ama s'ka gjë si vëmë emër tjetër, s'ka. Jo. Prit, jo. Pritim. Si ka kjo more. Jemi. Okej. Kishim zgjodhëm kanë dy kandidatura. Po. Eleni Koçakin dhe Mesila Dodën. Mesila Dodën. Po. Mesila Dodën. Dhe nuk kanë reaguar. Mesila Doda. S'kan reaguar të dyja këto. Asnjëra nga këto. Mos i keni çuar mesazhin gabim. Jo. Merda Gronllaka. Merda Gronllaka me punë. Ai është kryetari i komisionit. Ai caktuar zonë presidentit në procesin e zgjedhjeve. Është dakord da Gronllaka. Po mbaroi që është në proces ai. Tani për kryeministër kemi caktuar Marin Memën dhe Eduard Shpatan që është kryeministri i Republikës së Çamërisë. Po Shqipërisë këtë lëmë, e tham, Edi Ramën dhe Berishën, të dy. Nuk e di tani, nuk di unë tani. Të bëj shkarkimin Bajram Begaj, pastaj e di parlamenti atë punë. Kaq. Aty do filloj parlamenti do filloj ta ndezi muhabetin se ky shtekën, kupton? Këto, se jo mos mos hyj ato, s'ka. Mos i tani, më kupton tani apo. Po kaloj mesazh. Bëj dorëheqjen ai Bajram Bega, e merr parlamentin në dorë, e din ata me vota demokratike se çfarë zgjidhje do t'i japin. E kupton? Kaq pjesa. Tani, po pyet njëri thotë qeveria jote është më e mirë apo qeveria e Pëllumpi Linçit thotë? Si janë bërë shumë qeveri në Shqipëri? Nuk di tani, ai ka drejt. Unë jam presidenti i Republikës së Çamërisë. Pelinci ishte president, aqa është kryeministri i Shqipërisë. Kryeministër i Shqipërisë. Unë s'kam lidhje me atë. Unë jo, cila bazë vlerësimeve, ke bën një vlerësim kush e ka qeveri më të mirë ti apo Pelinci? Nuk s'kam bërë testim të tillë. Unë di që jam presidenti i Republikës së Çamërisë. Mua më intereson Çamëria, Unë jam në Shqipëri, këtu jam migrant, jo emigrant. Unë në Shqipëri jam migrant. Tokat e mia janë në Çamëri. Se si do bëjnë vëllezërit e mi shqiptar, do në kryeministin Ramën, Berishën, Pelinçin, është punë e tyre. Ndashta kthejnë komunizëm, demokracia, socialdemokrate, konservatore, është punë e tyre. Mua më intereson që unë të ruaj balanca me të gjithë politikën shqiptare, edhe e Pelinçin njëkohësisht. Unë i uroj suksese, s'kam unë në ato gjëra, absolutisht. Ai të eci, ka programe ti, qa bën ai punë e ty. Punë e ti nuk më mirë kuptove. Jo, tu s'të mirë kuptova se jeshim shumë diplomat. Në ca raste me mu du flasësh hapur edhe për njerëzit, për hir të atyre që po na ndjekin, që po komentojmë, kështu që vazhdoni bëni pyetje tuaja miq, edhe pse presidenti sillet si diplomat. Jo se s'është diplomat, është diplomat i niveleve shumë të larta. Kur takohet me uvët dhe alienët edhe kontrollon edhe rendin botror, se do të kalojmë edhe këto tema të tjera shumë të rëndësishme, po na japi përgjigje për hir të atyre njerëzve të thjesht që na ndjekin dhe shumë të vlerësuar nga ana jonë. Më fal, zot drejtor, më fal. Pra, kush është më i mirë sipas jush? Trego pak më jo modest. Thuaj, është më i mirë qeveria juaj apo qeveria e Pilinçit? Se mos e ka plemzë. Jo, duket sikur tani më futen në një kanal që duket sikur unë tani po punoj për karrierë. Jo. Unë jam kam dorëzuar. Pelinci le të vazhdoj, unë përsëri atë do të them. Pelinci le të vazhdoj rrugën e tij, ato ide që ka, ato zgjidhje që bën, një tjetër unë i uroj suksese, por Edi Ramën Pelinci nuk e rrezon dot tia. As ti as Ali Berisha. Edi Ramën e rrezon vetëm amerikanët Donald Trumpi. Ai ka marrë një mision, e din amerikanët dhe Donald Trumpi kur do bjerë Edi Rama. Kaq.
Presidenti ka vendosur kapele se ka lyer flokët, thot njëri këtu, thot. Zoti i madh. Ha? Ka lyer flokët? I pe flokët. Ja, si ka lyer flokët. Herë tjetër. Ka lënë se është trendi, është kështu, është turbi zoti vllai. E morë mesazhin. Është si agent, ë? Si agent. Mos u merr me atë. I kujt je shërbimeve? Un jam misionar, i shërbej shtetit shqiptar, demokracisë shqiptare, kombit shqiptar. Dhe njëkohësisht jam shumë amerikan, jam shumë trumpist. Besoj shumë te rendi botror, i cili ato fije që janë këtu, komunizmi në Shqipëri në Ballkan ka rënë shumë të thella. Dhe si e tillë Amerika dhe Donald Trump e ka lënë të fundit Shqipërinë. Dhe si e tillë. Pse e ka lënë të fundit, do vujmë ne, e ka lënë qëllimisht që të vujmë ne. Jo, do qeverisin këta, do qeverisin akoma këta se nipërt dhe mbesat e këtyre janë. E kupton, nipërt dhe mbesat e këtyre ish komunistave, ish këta. Ke ndonjë të djathtë atje? S'ke ndonjë të djathtë atje. Unë nuk jam xheloz në punë, shiko, do të them diçka atin. Po, na thuaj diçka. Unë vini e familje, gjyshi luftoi në Vlorë 20-ën, jashtë përblien vëllezë e mi nga jugu, i vranë vëllan duke e pushkatuan vëllan duke punuar tokat e teqes atje, gjyshi ma futën 10 vjet në burg, në Kalanin Gjirokastës, baba im dhe halla ngelën rrugëve, ma shpërblien komunistat e Delvinës, flas, ignorantët e Delvinës, jo komunistët, ignorantët e Delvinës. Një xhaxhain tim e futën në burg, një xhaxha tjetër ma futën në burg në kohën e komunizmit. Vetëm ti ke shpëtuar nga ata. Po, si duket tani marrësh tani, si duket shteti, më ka rrutur shteti, jo, pjesë e mirënjohjes kjo, jo. Është pjesë e mirënjohjes, më ka rrutur shteti. Jo aftësia jote domethënë. Jo, edhe aftësia ime, edhe aftësia ime kanë. Te mua kanë parë disa vlera ata, usallarët, që na duhet më vonë për kombin. Presidenti ka emrin zoti Tasim Emin Mehmeti, presidenti i Çamërisë, që pritet bëhet kryeministër i Shqipërisë së shpejti. Jo, mos e ngrisë tek kaq shumë, jo, nuk s'ka, jo mos më ashtu. Po ti ke një arsye tash, nuk do ta thuash publikisht. Pak më lart e diskutuam para se futeshim live. Se që kanë dhënë ndërheqjen si president i Republikës së Çamërisë për të marrë drejtimin e Shqipërisë. Jo, unë nuk e kam, më fal Altin, të lutem zot drejtor, të lutem, mos i përsëri gjërat. Unë kam dhënë dorëheqjen për të dhënë një mesazh politikës shqiptare. I jepni dorëheqjen Rama dhe Berisha. Edhe më jepni dorëheqjen Rama dhe Berisha. Të dy bashkë, jepni dorëheqjen. Dhe jo, nuk e kam te pjesa. Mos a lëm Shqipërinë tani, ato procesa që bëjnë, japin një mesazh ato në formën e tyre. Janë paqësore, po janë një mesazh qytetarie. Ti e vlerëson, Si e vlerësoj, por unë mund të bëhem pjesë e saj. Berisha dhe Edi Rama e kanë marrë mesazhin. Kupton? Berisha, shiko, do të them diçka. Kush e bën këtë protestën aty, president? Shiko, këtu sipas teje, si e shef? Shiko, aty janë shumë usallar dhe usallesha, janë shumë. Duke filluar që nga Rusia, duke filluar që nga Irani, duke filluar që nga Turqia, duke filluar që nga Greqia, duke filluar që nga Serbia. Janë shumë usallar, po këta të gjithë janë anti-shqiptar. Nuk e duan Shqipërinë të bëhet, more. Po shqiptara ka Ka shqiptar, po janë minorancë. Bien pre. Po pse? A është momenti për shembull, e zëm sikur kjo protesta nuk po ndodh, për shembull. Po. Marrim një rast hipotetik.